Emisioni Ta Tokim është zhvendosur kudo ku ka shqiptar. E këtë herë do të shkojmë në Vjenë, në qytetin e bukur të Vjenës. Vjena është një qytet fantastik, por ka shumë shqiptar. Ka shumë shqiptar të cilët e kujtojnë me dashuri shumë të madhe Shkodrën, vazhdojnë të punojnë për Shkodrën, e i tillë është Gjergj Josef Kola. Së fundi ka marrë edhe një çmim si dramaturgu më i mirë në Austri për vitin 2025. Na ka përcjellë një kartolinë urimi për të qenë sa më afër shkodranëve. Në fakt ka Gjergji këtu. Se mirë do ishte shkonim ne atje, po o Gjergji ke parasysh. Ke parasysh, mirë do ishte. Mirë ne të shkojmë, një emision patjetër pse mos ta bëjmë në edicionin e 12. Po sa larg na çova më? Tani, po ta shtojmë se aty është Vjena, nuk është shumë larg. Përshëndetje nga Vjena, përzemërsisht në Shkodër Loce, ju uroj nga zemra për shërblet Krishtlindjen dhe vitin e ri 2026. Noela ju përgëzoj për programin dhe ju falenderoj edhe një herë për këtë drejtare që hapni herë mas heret për ne shqiptarët diasporës. Empatia është një nga virtytet më të mrekullueshme të natyrës njerëzore. Këtë empati e kanë shumë njerëz. Si virtyt, ai na çon gjithmonë përpara në jetë, na bën më të lumtur, na bën më të hapur. Me rastin e marrjes së çmimit dramatik, çmimit të parë dramatik në Austri për dramën time Rini e pallëundshme, unë kam marrë shumë mesazhe, shumë empati nga njerëz të ndryshëm në Shkodër, por edhe në mbar diasporën shqiptare në botë. Me pas empati, kërkon një bukuri të jashtëzakonshme shpirtërore. Me pas empati, kërkon një fuqi morale, shpirtërore dhe mendore të natyrshme. Shumë njerëz e kanë, ato që kanë rru, unë i përshëndes të gjithë për shumë vjet Krishtlindjet dhe tanat mirat në vitin 2026.